بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ne do t'i tregojmë ti ngjarjet më të bukura përmes shpalljes së këtij Kur'ani, e ti me të vërtet nuk I ke ditur këto më parë. Lutja e pranuar. Ai ishte një doktor I spikatur. Me aftësitë e tij dhe me zellin e tij arriti pjedestalin më të lartë të karrierës së tij. Gjithandej flitej për operacionet dhe ndërhyrjet e suksesshme që I kishte bërë ky doktor. I madh dhe I vogël flitnin për këtë mjek human. Një ditë prej ditëve, ai u ftua në një konferencë ndërkombëtare, në të cilën përveç se do të prezantonte teoritë e tij, ai do të nderoheshte edhe me një mirënjohje ndërkombëtare. Një nder I madh për doktorin. Me ngut e nxitim doli nga shtëpia që mos vallë të vonohet për terminin e fluturimit. Pasi që I realizuan të gjithë parapregaditjet e duhura, I dorëzuan teshat e tyre, u ulën në aeroplan dhe presin nisjen e tij, I cili nuk zgjati edhe shumë. Ata pranuan nga një pije dhe nga një ushqim modest. Njerëzit flitnin me njëri tjetrin, qeshnin me njëri tjetrin dhe gjithçka shkonte mirë. Gjithçka ishte e natyrshme, përderisa nuk ndodhi një pëlcitje e madhe. Të gjithë u tmerruan, të gjithë I venduan në rrypat e sigurimit dhe me duar ka qielli po luten. Me padurim presin informatën nga kapiteni I avionit, I cili si duket po vonohej me informatë që të sigurohej se çka kishte ndodhur sakt dhe çfarë dëmi kanë pësuar. Në ndërkohë kapiteni u lajmërua. Të dashur pasagjer, si duket avioni ynë u kaplua nga një rufe dhe kemi pësuar disa defekte të vogla, por nuk ka nevojë për shqetësim. Ne detyrohemi që të aterojmë në aeroportin më të afërt që vinë. Edhe ashtu ndodhi. Aterimi vijoi pa ndonjë problem. Njerëzit hyrën në sallën e pritjes dhe shohin se si më tutje. Doli një punëtor I aeroportit dhe I lajmëroi njerëzit se pas 16 orëve do t'i marrë një aeroplan tjetër dhe do t'i nisë për destinacionin e dëshiruar. Pasi që në vite parë njerëzit u brengosën për shëndetin e tyre, tashmë u siguruan se ata janë në tokë dhe mirë. Tashmë filluan të kujtojnë edhe për punën, edhe për terminat e tyre që po I humbasin. Ashtu ndodh edhe me doktorin tonë. Ai shkoi te nënpunësi I aeroportit dhe I tha: "Më fal, por unë jam doktor. Unë nuk mundet të pres 16 orë. A e dini sa njerëzve ju kushton shëndeti dhe ndoshta edhe jeta për këtë vonesë? Unë duhet po ashtu të marr pjesë në një konferencë ndërkombëtare. Nuk guxoj të vënohem." Nënpunësi u drejtua doktorit. "I dashur doktor, orarët e fluturimeve nuk I vendoj unë, por edhe nxitimin tënd e kuptoj. Mbasi je në ngutje, pse nuk e merr një veturë me qira dhe të nisësh në qytetin e dëshiruar? Nuk është shumë larg, diku 3 orë udhëtim me veturë." Atëherë doktori nuk u vonua fare. E mori një veturë me qira edhe u nis me njëherë.
Një stuhi i shiu dhe mjegullat e errta po e erësojnë vendin. Kjo ja vështirësoi udhëtimin doktorit. Ai e humbi rrugën dhe e pa se diçka nuk shkon. Vetë me vete, tha, sa nuk kam bërë ndonjë aksident dhe të më kushtoj ndoshta edhe jeta ime, më mirë po ndalem dikund. Vendi ishte i huaj dhe i largët. Nuk njihta askënd. As një hotel nuk i ra në sy përgjatë rrugës. Në këto momente po e sheh një shtëpi të vetmuar diku në një qoshtë të rrugës. Vendosi do të ndalet dhe do t'i pyes nëse ja lejojnë të hyjë derisa të kalojë kjo stuhi e madhe. Ai trokiti në derë. Një zë që jepte të kuptohet se ishte një grua plak, tha: "Hyr të lutem, kushdo që je, hyr. Dera është e hapur." Doktori hyri. Aty pa një plak të ulur në një karrike me rrota. "Më fal," i tha doktori. "Më fal që ju pengoj, por doja t'ju pyes, a mos vallë keni telefon?" Plaka i tha: "O biri im, ti e sheh gjendjen time. Ne nuk kemi as ujë të mjaftueshëm për pije, e lënë më telefon." "Por ti mos u brengos për telefonin. Ulu, pije një çaj të nxehtë, aty ke edhe bukë të ngrohtë. Ha pak bukë, merr pak energji, se të shoh që qenë ke i lodhur fare." "Përderisa ti po hash bukë, unë po krye lutjen time." Përderisa doktori i pinte një çaj, ajo shpëriste diçka në vetvete. Kohë pas kohë ajo lëkunte një krevat të fëmisë që ishte një foshnjë në te. Doktori priti derisa lokja të krye lutjen e saj dhe i tha: "Zoti ta pranoft lutjen. Ti qenë ke një grua e mirë. Me këto kushte modeste që i ke, më afrove ushqim dhe strehim." "O biri im, Zoti në ka urdhëruar që kalimtarët dhe të pastrehet t'i strehojmë dhe t'i ushqejmë. Unë nuk bëra asgjë më tepër se ajo që duhet. Zoti mi ka pranuar të gjitha lutjet, biri im. Vetëm një lutje ende jo. Ndoshta kjo vjen nga besimi im i dobët." "E çfarë lutje qenë ka kjo që Zoti nuk ta ka pranuar? A mundem unë të ndihmoj diçka?" "Jo, biri im, kjo është kërkesë e madhe. Unë jam një grua e shtyrë në moshë, kurse ky fëmijë është nipi im. Prindërit e tij i kanë vdekur dhe ai ka mbetur tek unë. Ai nuk ec dot. Këmbët e tij nuk e mbajnë. Ai duhet të operohet. Disa mjek e kanë marrë në trajtim, por janë dorëzuar. Unë jam e shtyrë në moshë dhe nëse vendos Zoti të më merr afër tij, nuk di fare çka do të bëhet me këtë fëmijë. E kjo është mërzia ime e madhe. Kam pyetur se kush mund të më operoj nipin tim. Më kanë thënë se është vetëm një doktor, Seid, por ai banon shumë larg nga unë dhe nuk shkoj dot deri atje. Andaj jam drejtuar Zotit me lutje që si duket ende nuk ma ka pranuar." Doktor Seidit i shpërthyen lotët. "O i loke, pasha Zotin e madh, lutjet tua e prishën aeroplanin, bën që të na goditë rufeja, na mbushën rrugën me stuhi dhe re të zeza, që ta sjellin doktor Seidin për të shtëpia jote. Zoti ta ka pranuar lutjen, o i loke. Prej qoshit e dynjas më ka sjellur këtu. Tani jam i bindur se Zoti nënshtron gjithçka në qiell dhe në tokë, me qëllim që t'i përgjigjet lutjeve të besimtarëve të sinqertë."
Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Projekti i realizuar nga Xhamia Vil. Përshtati dhe lexoi Bekim Alimi.